Shumë e dashur Helena, i nderuar kryetar i Akademisë së Shkencave zoti Gjinushi, të nderuar akademik, shkrimtar, poet, deputet, miq, zonja dhe zotrinj. Sot nuk kemi këtu vetëm për të nderuar më të pazakonshmin e njeriut shqiptar që iku, po për të qëndruar në heshtje përballë një ikone, që do të mbetet mes nesh si dëshmi e gjallë e mendjes dhe e shpirtit shqiptar. Ku largohet një shkrimtar i përmasave të Ismail Kadares, fjala është gjithçka që mund të themi. Është njëkohësisht ajo që mbetet, sepse megjithatë vetëm fjala mbetet. Dhe është pothuaj e pamundur të gjejmë fjalët e duhura për mjeshtrin e shqipes që krijoi një univers të tërë, një herazi të njohur dhe të panjohur, të largët dhe të afërt, një simbioz e rrallë mes së kaluarës dhe të ardhmes, përmes kujtesës dhe imagjinatës. Një personazh i njërit prej romaneve të tij tragjik do të thoshte me qetësi: erdha të flas, jo të lëvdoj Ismail Kadaren, sepse Kadare nuk ka nevojë për lavdrime. Ai ishte dhe mbetet vetë lavdia. Në jetën e tij, si në krimtarinë e tij, ai nuk kërkoi zbukurime. Ishte përbustar ndaj tyre. I qetë në vetmi, i rezervuar në publik, po për herë magjik në fjalë, Kadare mbetet simbol i dinjitetit, i mendimit të pavarur dhe një përpjekje të jashtëzakonshme për të shpëtuar qenien shqiptare përmes letërsisë. Në mëritë e tij homerike, ai mbetej dashësi më i madh i kësaj toke. Në veprën e tij, vdekja dhe përsosmëria nuk janë të ndara, ja të shkruan për të dyja. E ndjeja të lodhje morti që po më kaplonte, prap risjellja ndërmend e epilogut të librit, në vend që të më jepte një shkas më tepër për ta pezulluar, më bëri të mendoja se po t'ishte puna për t'u përsosur, pra për ta pësuar, do t'ishte me të vërtet një fat që do ta pësoja nga kjo mrekulli. Ai epilog i kishte të dyja, përsosjen dhe vdekjen, nga që një fat i tillë e kushtozonte her pas here artin. S'mund të ishte i përsosur pa qenë i mbaruar. Vëzhgues i përbindshëm i jetës, i ndjesive më të vogla e më njerëzore, zgjimi me një filxhan kafe, një bisede mbetur për gjysëm, një zhgënjim miqësor, një kravatë e re apo një heshtje që zgjat më shumë se duhet, një cigare e shkundur. Në këto gjëra të përditshme, ai ndërtonte universin e tij të thellë, ku lexuesit ftoheshin për bashkëjetesë. Aty ishte antikiteti dhe e nesërmja, shqiptari dhe bota, Shqipëria dhe Europa. Sepse ai besonte ndoshta me të drejtë se bota që ndërtonte me fjalë ishte ndoshta më e drejtë, më e besueshme, më e vërtetë se ajo që jetonin. Kadare ndërtoi dy të tilla, dy botë, njërën personale, ku sundoi si një zot shpesh i mërshirshëm, herë i hakmarrës, por gjithmonë njerëzor, dhe tjetrën që i adhuroi njerëzimit, një botë me përmasa mitike, por me themele reale, ku Shqipëria dhe Shqiptaria gjenin formën më të lartë të vetvetes. Në këtë univers letrar, ai udhtoi si një Dante modern, duke pasur pranë jo vetëm Beatricën e tij, Helenën, por dhe kujtesën, mitin, identitetin, tragjedin dhe ëndrrën. Edhe pse Kadare i është rikthyer tokës si rrënja më e çmuar e identitetit shqiptar, ai i përket qiellit më të epërm të vlerave njerëzore universale. I ndarë nga bota jon, duke vendosur të ikë për të pushuar vetëm një çast, Kadare shënjoi edhe një nga paradokset e shumta të jetës së tij, duke i dhënë jetë edhe një paradoksi të ri, duke i dhënë paqe dhe armiqve të tij. Atyre që në uniformën gri e monotone të mediokritetit shfaqeshin si një turm plot me zulm e zhurmë kritikësh dhe turm ziliqarësh e lagmitarësh. Vetë Kadare ishte ai që me parimin e tij për mos shpjegim i bënte të shfaqeshin edhe më të vegjël, edhe më të parëndësishëm, edhe më të papërfillur. Fitimtar, kur mund të kthente përgjigje, tani në heshtje u dha paqe, duke lënë pas indiferencën dhe mos kuptimin të gjithë atyre që u gërmushën nga furrën dhe gërvishtën me gërvima groteske në ngërmin qesharak të marshit funebër të mediokrëve. Herët avon ndodh revanshi i shkrimtarit, sidomos atëherë kur ai nuk ka trup për të mbajtur mbiemër, por është vetëm një emër mbi emër
mbi letërsinë e tij të shkruar. Vetëm atëherë kur ai është jashtë hijes dhe peshës së kohës, ai dëshmon më qartë peshën e të pushtetit të së përjetshmes mbi të përkohshmen. Ky prijes perëndimor që Shqipëria e marr peng prej lindjes, pati fatin t'i dhuroi Perëndimit, si ata fare pak shkrimtarë të kalibrit të tij, pati një jetë jo paralele me asnjë regjim. Foshnjë dhe fëmijë në mbretërinë komike të viteve 30 dhe më pas të viteve të pushtimit, adoleshent dhe i ri i moçëm nën regjimin komunist dhe një i pamosh në fëmijërinë e trazuar të demokracisë shqiptare. Kadare u shndrua në pasaportën e Shqipërisë, atëherë kur vetë Shqipëria ishte brenda kafazit të izolimit. Ishte dallga e qytetërimit të një Shqipërie të mbytur në duhmën orientale të gjirokastritit tjetër të sokakut të marrëve. Si një shpag që qyteti i gurt i ofronte vendit nga dy skajet e të mirës dhe të keqes. Si për t'i kthyer vetë qytetit borxhin për të gjithë vendin. Kadare ishte një udhëtar i madh që u nda nga Gjirokastra për t'u thuar në kohë dhe në hapësirë. Ju kthye antikitetit të Ilirisë dhe Greqisë së lashtë dhe mbriti nga stepat sovjetike në brigjet e detit të Kinës në lindje. Ai hulumtoi universin njerëzor në qelizën e tij, që nga ADN-ja e banditit rëndon tek pafajësia e dashurisë, nga shiu i dëshpëruar të daullet e daspave, nga krenia e individit si kështjell te kalat e mendimit, nga të rrëzuarit në fatkeqësitë e sjellësit e mëndzyrave, nga sklavit të padroni, nga i vdekur i gjallë të gjallët që patën lindur të vdekur. Një alkimist modern që në kohën e shpresës së vdekur parashitet se shpresa lind edhe nga eshtrat e letërsisë madhe. Kadare nuk që një ardhës dhe një ikës i zakonshëm, një shëtitës, një kalimtar ndër të shumtët e kësaj bote. Kadare ishte nga raca e qellorëve, gjenialëve, profetëve, atyre që bashkësive, komuniteteve, popujve, kombeve, racave u sjellin fat kur janë në mjerim, u tregojnë zgjidhje kur janë në hall, në vështirësi, në moment kritik, u sjellin një urrëfyes kur nuk din nga t'ja mbajnë, kur zjarri po fiket dhe duhet ndezur, kur drita meket dhe duhet gjallëruar. Kadare ishte nga të parët që i dha zë Kosovës në Shqipëri dhe i tregoi Shqipërisë Kosovën si dy gjysma të trupit të një kombi të aksidentuar nga historia. Ishte vështrimi që tregonte adresën që duhet të merrnin edhe në orë fatale dhe ishte mendja që dëshmonte se çfarë duhet bërë që e ardhmja të fliste shqip e europianisht në të skaj të Ballkanit për dy republikat tona. Kadare ushqeu shpirtërisht dhe lartësoi mendërisht një popull të tërë. Kadare ngriti Shqipen dhe Shqipërinë në lartësi dhe largësi të panjohura më parë. Mirë kritizerët trukokall që thonë se që i tillë si shkrimtar, e atill si njeri dhe broçkulla të tjera që hyut vetë se jashtojnë lavdin dhe mediokrit i hedhin në honet e harresës. Ta nderojmë, respektojmë, kujtojmë në pafundësi. Është më e pakta që duhet dhe mund ta bëjmë për atë që erdhi na fali gjithçka dhe iku pa na marr asgjë. Poet, prozator, polemist, sagjist, eseist, epik, lirik, dramatik, tragjik, kushtuar talentin dhe jetën sa individit dhe njerëzimit, vepër me shtrirje kohore deri në antikitet dhe shtrirje gjeografike planetare, përkthyer në 10 gjuhë, pëlqyer nga miliona lexues, mposhtës i sfidave nga më të vështirat, përballues i rrethanave nga më dramatiket, volum pune kolosal, perfeksionist i pashërushëm i formës dhe përmbajtjes, gdhëndur jo çdo paragraf e çdo fjali, po deri çdo gërm e çdo tingull, egzaltus i vlerave njerëzore, kombëtare, intelektuale, europiane, në periudhën nga më tragjike tonat dhe në periudhat e trazuara pasaj, i bindur i patundur, që e provoi dhe provë me punë titanike dhe talent gjenial se rruga për te liria, e vetmja rrugë për progres dhe prosperitet, kalon nga arsyeja, bukuria, pasioni. Ishte dhe mbetet ai. Hyi fluturoi larg, por na lidhi pashmangshmërisht me rrënjët tona europiane. Sot e mot e përgjithmonë i paharruar në zemrat tona, në mendjen tonë, në kujtesën tonë më i ndritur i ynë. Fjalët me zori gjejmë, na duesh, ngreu dhe ktheu prej andej ku je, ku përkohësisht ke shku.